Unë mendoj që gjë thelbësore në funksionimin e SPAK-ut, po themi kështu, nuk do ishte fare emri i përveçëm i njëri nga këty të katër. Për mua thelbësore do të ishte nëse do të vazhdoje njëjta linjë dhe nëse do të vazhdoje njëjta mbështetje ndërkombëtare për SPAK-un apo jo. Siç ishte me Dumanin. Patjetër. Shiko, Shqipëria nuk ka vuajtur ndonjëherë për drejtues që janë të aftë teknikisht në kuptimin menaxherial, nuk ka vuajtur ndonjëherë për ligje të mira, nuk ka vuajtur ndonjëherë për reforma të mira, qoftë edhe ku diu, në kode, në ligje të tjera me radhë. Shqipëria, të paktën në aspektin e prokurorisë, ka vuajtur për mungesën e kurajos të hetimit të njerëzve me pushtet. Për këtë ka vuajtur Shqipëria, ose të paktën pjesa e prokurorisë shqiptare. Njerëz të aftë këtu, madje unë mendoj, do të them troç mendimin tim. Ata që kanë ikur nga vettingu janë më të aftë profesionalisht nga ata që kanë ardhur. Që kanë mbetur atje, okay. Kam lexuar librat e disa prej tyre dhe bëj dallimin në profesionalizëm. Mirë po, akuza më e madhe ndaj tyre, opinionit publik apo edhe aleatëve ta ndërkombëtar ishte që nuk kishin kurajo të hetonin njerëz me pushtet. Dhe nga kjo ka vuajtur Shqipëria. Një menaxher teknikisht të aftë, juridikisht, nga ana për të gjën kur duash, ka plot Shqipëria. Çështja është kush e ka kurajo. Dhe kjo kurajo, mendoj unë, gjëja thelbësore nuk varet fare nga emrat e përveçëm. Ky ka qenë kriteri kryesor. Edhe një, po patjetër pra. Kurajo. Dhe gjëja thelbësore në këtë histori është nëse do të vazhdonte mbështetja ndërkombëtare për SPAK, sidomos amerikane, po apo jo. Sepse kush e bën diferencën në historinë e SPAK-ut me prokuroritë e tjera? E bën kjo mbështetja pra. Mbështetja hapur e amerikanëve dhe Bashkimit Evropian për këtë strukturë.